Horoskopi ditor e martë 18 nëntor 2025. Dashi. Universi ju nxit të përqafoni spontanitetin. Me hënën që rreshtohet me uranin, surprizat e papritura mund të çojnë në takime të këndshme. Profesionalisht, është një ditë e shkëlqyer për të propozuar ide inovative. Perspektiva juaj e freskët me siguri do t'i bëj përshtypje kolegëve dhe e prorëve. Sidoqoftë, është thelbësore të ruani një ekuilibër midis punës dhe jetës personale. Në marrëdhënie, një gest spontan mund ta ringjallë pasionin. Dashi beqar mund të gjejë një lidhje të papritur përmes një aktiviteti të pazakontë sot. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat të provoni një formë të re ushtrimesh që ju emocionon. Financiarisht, shmangni blerjet impulsive. Një qasje praktike siguron stabilitet. Ndërsa dita përparon, intuita juaj mund t'ju udhëheqë drejt një rrugë që ndihet e drejtë, prandaj besojeni. Lëreni mënjan frikën e hyrjes në të panjohurën. Përqafoni energjinë e ditës me optimizëm dhe guxim, dhe do ta gjeni veten duke krijuar momente të paharrueshme që hapin rrugën për sukses dhe gëzim në të ardhmen. Demi. Energjia kozmike e sotme ju fton të përqendroheni në themelimin e vetes. Me Venusin që ndikon në sektorin tuaj të stabilitetit, një qasje e qëndrueshme çon në rezultate të dobishme. Në karrierën tuaj, durimi është një virtyt. Hapat metodik përpara sjellin sukses afatgjat. Bashkëpunimi me kolegët rezulton i dobishëm, duke ju lejuar të shfrytëzoni pikat e forta kolektive për projekte ambicioze. Në frontin personal, një mjedis edukues pasuron marrëdhëniet tuaja. Planifikoni një darkë komode ose një gest të thjesht por të përzemërt për të dashurit që forcon lidhjet. Beqarët mund të gjejnë një lidhje në një mjedis ngushëllues. Financiarisht, është një ditë e mbarë për investime që premtojnë rritje graduale. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi rutinave që nxisin ekuilibrin dhe qetësinë. Merrni në konsiderat jogën ose meditimin për të përqendruar energjitë tuaja. Ndërsa drita e hënës reflektohet në rrugën tuaj, ajo inkurajon vetanalizën, duke çuar në njohuri të thella. Përqafoni thjeshtësinë dhe qëndrueshmërinë sot. Këto veprime të vogla dhe të qëllimshme krijojnë një themel mbi të cilin mund të realizohen ëndrat, duke ju lënë të kënaqur dhe në paqe. Binjakët. Sot ndez kuriozitetin dhe natyrën tuaj komunikuese. Planeti Merkuri rrit intelektin tuaj, duke e bërë atë një kohë ideale për të angazhuar në diskutime stimuluese dhe për të eksploruar ide të reja. Jeta në punë përfiton nga shkathësia juaj. Përshtatshmëria dhe zgjidhjet inovative priten mirë nga të tjerët. Mbani një kanal të hapur komunikimi për të forcuar punën në grup dhe marrëdhëniet. Nëse jeni beqar, një shkëndij bisede mund të ndizet me dikë që ndan interesat tuaja. Ruani qartësinë në marrëdhëniet për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, investimet spekulative duhet të trajtohen me kujdes. Mbështetja në kërkime të shëndosha parandalon grackat fiskale. Në frontin e shëndetit, stimulimi mendor i shoqëruar me teknikat e relaksimit e mban stresin larg. Orët e mbrëmjes ofrojnë një mundësi për socializim, qoftë virtualisht ose personalisht. Lëreni zgjuarsinë tuaj të shpejt të shkëlqejë dhe mos harroni se një fjalë e mirë shpesh shkon më tej se kritika e mpret. Duke qenë kurioz dhe të hapur ndaj botës përreth jush, ju hapni rrugën për përvoja dhe lidhje kuptimplote që pasurojnë jetën tuaj. Gaforria. Energjitë e sotme ju orientojnë drejt vetanalizës dhe ushqimit emocional. Me hënën që nxjerr në pas sektorin tuaj të shtëpisë dhe familjes, investimi i kohës tek të dashurit sjell kënaqësi emocionale. Profesionalisht, është një ditë për të përshtatur me vlerat tuaja, për të bërë zgjedhje që rezonojnë me thelbin tuaj të brendshëm. Përpjekjet bashkëpunuese në punë përfitojnë nga perspektiva juaj empatike, duke nxitur mirëkuptimin dhe unitetin midis anëtarëve të ekipit. Beqarët mund të zbulojnë lidhje të mundshme përmes lidhjeve familjare ose të ngushta të komunitetit. Financiarisht, këshillohet të rishikoni buxhetin tuaj dhe të siguroheni që strategjitë e kursimit janë në vend për stabilitet në të ardhmen. Shëndeti juaj përfiton nga kujdesi si trupit ashtu edhe i mendjes. Balanconi rutinën tuaj me pushim të mjaftueshëm dhe praktika shpirtërore. Ndërsa dita zhvillohet, ndërveprimet e ndjeshme sjellin thellësi në marrëdhëniet tuaja, duke forcuar lidhjet me ata që kanë më shumë rëndësi. Lënia pas dore e ankesave të së kaluarës çliron zemrën tuaj. Përqafoni përmbushjen delikate, por të thellë që vjen nga lidhjet e kujdesshme. Duke u përqendruar brenda vetes, ju ndriçoni rrugën drejt harmonisë dhe paqes. Luani. Sot sjell një shpërthim dinamik energjie, duke ju inkurajuar të shkëlqeni në të gjitha përpjekjet.
Dielli ndriçon sektorin tuaj të kreativitetit, duke frymëzuar shprehjen artistike dhe veprimin e guximshëm. Në punë, cilësitë tuaja të leadershipit janë në qendër të vëmendjes. Përdorni karizmën tuaj për të frymëzuar dhe motivuar ekipin tuaj drejt qëllimeve të përbashkëta. Është një kohë e favorshme për të trajtuar projekte që kërkojnë besim dhe vizion. Në marrëdhëniet personale, entuziazmi juaj është ngjitës, duke shkaktuar gëzim dhe eksitim gjatë ndërveprimeve. Beqarët mund ta gjejnë veten duke tërhequr admirim pa mundim. Vendimet financiare të marra sot mbartin potencial për rritje, me kusht që ato të shoqërohen me një planifikim të kujdesshëm. Përqafoni mundësitë që përputhen me vizionin tuaj afatgjatë. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë në aktivitete që ju gjallërojnë, të tilla si vallëzimi ose sportet në natyrë. Ky shtrirje ju inkurajon të shprehni veten tuaj autentike, duke lënë pas pretendimet. Duke vepruar kështu, ju ndezni pasionin në ndjekjet tuaja dhe kultivoni gëzimin. Mos harroni, drita juaj e brendshme është mërzatuese kur jeni të vërtet për atë që jeni. Virgjë Resha. Sot kërkon planifikim të kujdesshëm dhe vëmendje ndaj detajeve. Me Merkurin që ndikon në sektorin tuaj të efikasitetit, është koha e përkryer për të organizuar dhe përmirësuar rutinat tuaja për produktivitet maksimal. Profesionalisht, aftësitë tuaja analitike janë të kërkuara. Trajtoni detyra komplekse me saktësi për të arritur rezultate optimale. Bashkëpunimi me kolegë të orientuar drejt detajeve rrit suksesin. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga komunikimi i menduar mirë. Shprehni mirënjohje dhe vlerësim për të ushqyer lidhjet. Beqarët mund të gjejnë partner potencial përmes diskutimeve intelektuale ose hobi të përbashkëta. Financiarisht, strategjitë e kujdesshme rezultojnë të dobishme. Përqendrohuni në planifikimin afatgjat në vend të vendimeve impulsive. Sa i përket shëndetit, mos harroni të balanconi punën e vështirë me relaksimin për të shmangur lodhjen. Angazhohuni në aktivitete qetësuese si leximi ose meditimi për të përqendruar mendjen tuaj. Ndërsa dita zhvillohet, krenohuni me aftësinë tuaj për të gjetur qartësi dhe rregull mes kaosit. Duke përqafuar pikat tuaja të forta, ju vendosni themelet për rritje dhe përmbushje të qëndrueshme, duke siguruar stabilitet në të gjitha aspektet e jetës. Peshorja. Ndikimet qiellore të sotme ju inkurajojnë të kërkoni harmoni dhe ekuilibër. Me Venusin që harmonizohet në sektorin tuaj të marrëdhënieve, është një kohë ideale për të nxitur lidhjet dhe për të punuar në bashkëpunim. Në karrierën tuaj, diplomacia dhe takti ju udhëheqin me sukses përmes negociatave dhe partneriteteve. Kolegët vlerësojnë aftësinë tuaj për të ndërmjetësuar konfliktet me hir, duke ndërtuar besim brenda rrjetit tuaj. Marrëdhëniet personale lulëzojnë me komunikim të hapur dhe të ndershëm. Tani është koha për dialogje të përzemërta për të thelluar lidhjet. Beqarët mund të tërheqin interes përmes tubimeve shoqërore ose ngjarjeve të përbashkëta të komunitetit. Financiarisht, vendimet e ekuilibruara çojnë në stabilitet. Shmangni ekstremet dhe merrni në konsiderat konsultimin me një këshilltar të besuar për planifikimin financiar. Duke u përqendruar në mirëqenie, merruni me aktivitete që rivendosin ekuilibrin, të tilla si yoga ose shëtitjet në natyrë. Kjo ditë ju fton të vlerësoni momentet e qetësisë, duke nxitur një ndjenjë paqeje brenda. Duke përqafuar sharmin tuaj natyror dhe përkushtimin ndaj drejtësisë, ju krijoni një mjedis ku lulëzon harmonia, duke quar në lumturi të qëndrueshme. Akrepi. Energjitë kozmike të sotme favorizojnë transformimin dhe ripërtëritjen. Me diellin që ndriçon sektorin tuaj të rritjes personale, është një kohë fuqishme për vetanalizë dhe përqafim të ndryshimit. Profesionalisht, shfrytëzojeni këtë energji për të zbatuar strategji inovative që i çojnë përpara projektet tuaja. Jini të hapur ndaj njohurive nga kolegë të besuar. Bashkëpunimi mund të çojë në përparime të papritura. Në marrëdhëniet personale, cenueshmëria nxit lidhje më të thella. Ndani ndjenjat tuaja për të forcuar lidhjet. Beqarët mund të gjejnë takime premtuese në mjedise jo konvencionale. Financiarisht, planifikimi strategjik është çelësi. Eksploroni mundësi të ndryshme për rritje të ardhurave. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në praktika transformuese si një regjim i ri fitnesi ose rutinë meditimi për të rigjallëruar mirëqenien tuaj. Ndërsa lundroni gjatë ditës, besoni në qëndrueshmërinë dhe aftësinë tuaj për të përshtatur, duke ju lejuar të kapërceni sfidat pa probleme. Duke përqafuar energjitë transformuese që ju rrethojnë, hapni derën për mundësi të reja dhe ushqeni një ndjenjë fuqizimi që përmirëson si sferat personale ashtu edhe ato profesionale. Shigjetari.
Sot ofron një mundësi për eksplorim dhe aventurë. Me Jupiterin që zgjeron horizontin tuaj, kënaquni me kuriozitetin tuaj dhe kërkoni përvoja të reja që zgjerojnë perspektivën tuaj. Në karrierën tuaj, mendimi inovativ dhe marrja e rreziqeve mund të çojnë në mundësi emocionuese. Qëndroni të hapur për të eksploruar rrugë të pazakonta. Bashkëpunimet sjellin njohuri të reja dhe mundësi mësimi. Për marrëdhëniet personale, angazhohuni në aktivitete që frymëzojnë gëzim dhe zbulim. Çiftet mund të ringjallin lidhjen e tyre me aventura të përbashkëta, ndërsa beqarët mund të gjejnë partner potencial në mjedise arsimore ose të lidhura me udhëtimet. Financiarisht, kjo është një kohë e favorshme për të eksploruar investime që premtojnë rritje. Besojini instinkteve tuaja dhe kërkoni këshilla nga ekspertët për të siguruar vendime të mençura. Nga ana shëndetësore, aktivitetet fizike që sfidojnë trupin dhe mendjen tuaj sjellin përmbushje dhe përtëritje. Ndërsa lini kuriozitetin tuaj të udhëheqë. Mos harroni se çdo përvojë e re i shton thellësi udhëtimit tuaj të jetës. Përqafoni energjitë ritmike që ju shtyn drejt rritjes, duke kultivuar optimizëm dhe zgjerim në çdo hap. Britsjapi. Ndikimi kozmik i sotëm ju inkurajon të ndërtoni mbi themelet tuaja. Me Saturnin që ofron mbështetje, përqendrohuni në hedhjen e themeleve për qëllimet tuaja afatgjata. Për sa i përket karrierës, përkushtimi dhe përpjekjet e disiplinuara japin rezultate të frytshme. Dita e sotme është e favorshme për vendosjen e planeve strategjike që përputhen me ambicjet tuaja. Angazhohuni në përcaktimin e prioriteteve të detyrave për të rritur produktivitetin. Në marrëdhëniet personale, komunikimi besueshëm forcon lidhjet. Shprehni vlerësim për stabilitetin që të tjerët sjellin në jetën tuaj. Beqarët mund të gjejnë lidhje në mjedise që vlerësojnë traditën dhe ambicien. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm siguron stabilitet dhe rritje. Merrni në konsiderat investimet afatgjata dhe strategjitë e kursimit. Sa i përket shëndetit, ruani ekuilibrin midis punës dhe relaksimit për të shmangur lodhjen. Aktivitetet e themelimit si ecja në natyrë ose kopshtaria mund të jenë rigjallëruese. Ndërsa dita përparon, mos harroni se vendosmëria dhe këmbëngulja janë aleatët tuaj. Ndërtimi i një të ardhmeje të qëndrueshme kërkon durim dhe largpamësi, të cilat I keni me bollët. Përqafoni energjitë e sotme dhe do të gjeni sigurinë dhe suksesin që lulëzojnë në jetën tuaj. Ujori. Energjitë e sotme frymëzojnë kreativitetin dhe inovacionin. Me Uranin që fuqizon shpirtin tuaj shpikës, kërkoni mundësi për të shprehur idetë tuaja unike si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Në karrierën tuaj, përqafoni qasje jo konvencionale për zgjidhjen e problemeve. Kolegët do ta vlerësojnë të menduarit tuaj të pazakontë. Angazhohuni në bashkëpunime që sfidojnë normat dhe frymëzojnë rritje. Në marrëdhëniet personale, inkurajoni diskutime të hapura që nxisin një kuptim më të thellë të perspektivave të njëri tjetrit. Beqarët mund të tërheqin lidhje interesante përmes aktiviteteve stimuluese intelektuale ose ngjarjeve të komunitetit. Financiarisht, merrni në konsiderat diversifikimin e investimeve për të siguruar rritje në të ardhmen. Eksploroni burime alternative të ardhurave. Sa I përket shëndetit, aktivitete si shkrimi krijues ose arti ofrojnë një rrugdalje terapeutike, duke balancuar energjinë tuaj. Ndërsa lundroni ditën, jini të hapur për të eksploruar territore të reja që ngjallin kuriozitetin tuaj. Duke përqafuar transformimin dhe ndryshimin, udhëtimi juaj ndriçohet me frymëzim dhe zbulesë. Besojini rrugës jo konvencionale që po krijoni, duke e ditur se inovacioni çon në një të ardhme më të ndritshme dhe më të përmbushur. Peshqit. Energjitë astrale të sotme inkurajojnë vetanalizën dhe empatinë. Me Neptunin që frymëzon imagjinatën tuaj, lidheni thellë me veten tuaj të brendshme për të lundruar ditën me intuit dhe kreativitet. Në karrierën tuaj, besoni instinkteve tuaja kur merrni vendime. Ndjeshmëria juaj ndaj kontekstit ofron njohuri të vlefshme mbi dinamikën e ekipit dhe zhvillimet e projekteve. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga natyra juaj edukuese. Ndani gjeste empatike që forcojnë lidhjet emocionale. Beqarët mund të gjejnë partner potencial në mjedise artistike ose shpirtërore. Financiarisht, tregoni kujdes dhe shmangni shpenzimet impulsive. Kërkoni këshilla nëse është e nevojshme për të siguruar peizazhin tuaj financiar. Sa I përket shëndetit, jepni përparësi teknikave të relaksimit si meditimi ose yoga e butë për të ruajtur paqen e brendshme. Ndërsa dita përparon, përqafoni momentet e vetmisë për reflektim dhe rigjallërim. Natyra juaj imagjinative është një burim force, duke ofruar rehati dhe vizion. Duke u parafruar me ëndrat tuaja dhe duke lejuar intuitën t'ju udhëheqë,
Ju krijoni një rrugë përmbushje dhe gëzimi që prek si zemrën tuaj ashtu edhe ata përreth jush. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.